Nderuar dëshmitar, ju si ministër dhe si kryesues i Këshillit i Komitetit Drejtues Ministror, a keni qenë i shoqëruar me ndonjë këshilltar aty? Parim gjithmonë kon ose këshilltari kryesor Mustaf Krasniqi ose kon Ram Çupeva. Mustaf Krasniqi, këshilltari kryesor ose Ram Çupeva, çfarë pozite ka pasur? Drejtori i njësisë për implementimin e projektit. Ka qenë Ram Çupeva, drejtori i njëjtës. Po kthehemi prapë te problemi vazhdimësi që ka qenë zotja e fotës për punime. A mund të tregoni gjykatës nëse keni pas ofertë nga operatori ekonomik Betelenka në vitin 2015 për zotjet a fotit punimeve pa kosto. Pa kosto. Në realitet, nuk ka pas ofertë për zgjatje pa kosto, por ka pas ofertë që njësia për implementimin e projektit me leju shfrytëzimin e plot 10%-shit për punën e parapame. Por ka pasur ofertë që një IP me shfrytëzu shifrën të 10% prej punëve pa parapame. Prej punëve të pa parapame. Ka pas tentativa vitit 2015 dhe 2016 pra për të akordim për zotin e punimeve. Mes operatorit, menaxherit projektit dhe ministrisë. A ka pas tentativa? Kërkesa, po drejtë është bisedu rregullisht. Mes operatorit Betelenkas, ministrisë dhe dyqysit. A keni pranuar ndonjë shkresë nga dyqysi? Përgjigja keqe. Ka pas. A keni pranuar ndonjë shkresë pra në vitin 2015 nga kompania Hill International? Me cilën ata kanë rekomanduar zotin e fotit të kontratës pa kosto. Nga kompania Hill, Po. ka rekomanduar zotin e fotit të kontratës e punimeve pa kosto. Nëse ju kujtohet, që ka kalon një kohë. E sqarova çfarë kërkese ka pas. E kom sqaruar më larg çfarë kërkese ka pasur. Domethënë nuk ka pas. Çfarë lloj shkresë prej kompanisë Jo. Ka pas kërkesë, po jo kërkesën e tillë që po e thoni pa kosto. Domethënë ka pas kërkesë që na vështrim afatin e përfundimit punimeve, po jo na i lejoni 10% të punëve shtesë. Për Betelenkën? Po, për Betelenkën, po. Për Hillën shumë. Jo. Unë i pyeta për kompaninë bishqyse Hill International që kanë rekomanduar zotin e afatit për shkak të përputhje me çto, me çet logjik, po, përputhje me çto. Si ju thatë marrë që ka pas shkurtime buxhetore, kashi ka parapopës, nuk janë ndalë mjetet mjaftueshme. Të parapoqat situatë që keni marrë me një përfundim që nuk ka me mujtë më kryu kontrata edhe më pagu, atëherë është kërku zotja fotit për një. Po. Ata shqipotata ke posën të se dim dhe një shkrisë nga kompania e nuk kujtohet gjështa. Po, nuk kujtohet gjështa. Ju më herët në pyetjen e mbrojtjes deklaru se kostoja për zotjen e afatit punimeve ka qenë përcaktuar me kontroll sipas jush 1 milion euro në muaj. A është e saktë? A është e saktë? Sipas jush 1 milion euro në muaj. A është e saktë? Është e saktë mënyra se si e ka paraqit Hill International. Të mund që bazuar në kontratë dhe anekset e kontratës. Kompania Hill International bazuar në kontratën bazë dhe në anekset e kontratës. Por
pak më herët në pyetjen e mbrojtësit, afrimit ju deklaru se zgjatja e fatit punimeve ka qenë jashtë kontratës. Para po me kontratë. Jo s'deklarova ashtu. Ja, Apo pëse në bolin? Zgjatja e fatit punimeve ka qenë jashtë kontratës. Apo pëse në bolin të torë? veç ta sqaroj, apo tash kostoja financiare për zgjatjen e afatit punimit ka qenë jashtë kontratës. Kostoja financiare është tjetër, jo, kostoja financiare. Pasi që thash se kostoja. Për zgjatjen e afatit të punimeve ka qenë. Nuk ka qenë e përcaktuar arsyeja ke pse kemi çunë qeveri. Ne kemi çunë qeveri për shkak se kjo ka qenë kosto financiare. Nuk ka qenë e përfshim 90% e punëve pa parapame. Kosto financiare nuk ka qenë e përfshirë në 90%. Ka qenë kosto financiare. Nuk ka qenë e përfshirë në 90% e kontratës bos për punë shtesë. Për punë shtesë, punë pa parapame. Po ka qenë kosto financiare e rekomanduar Nga Hill International. Mirë, inderuar të shkrutar, kontrata pra për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Anje Lezë ka pas dikun 56 km, nëse nuk ka bëj. Nëse që është e saktë, 56 km. A mos të treguar një gjykatë se deri në qershor të vitit 2017, kur e keni dorëzuar ju detyrën e ministrit, sa kilometra kanë qenë përfundime? Nuk di deri afër, po me tash ka kalu, kanë vazhdu me punë edhe në pjesën ku është gryka e Kashanikut. Kam vazhduar me punë edhe në pjesën ku ka qenë gryka e Kashanikut. Kështu sa kilometra siti. Sa segmente kanë qenë të lëshuara, të dorëzuara, sa sektor janë dorëzuar, po ndonë si të kryme. Dhe ku konë autostrada, e shuzit, a i kujtohet? Jo, E nëse ju them që ka qenë dhe i mbabush, s'ka lidhje, në rregull, sa kilometra dhe i mbabush? se di. Po, a ishte e mund të përfundoj autostrada deri në janar 2018? Me qatë ritmë punimeve? Po në janar 2018, që ato e 42 mund, kur u konë. O hakim kundërshimit, policisë të kundërshimit. Përsëri po flasim për çështjen si tani nuk është në baza asaj që kemi gjithë shkollarit. Ne të gjithë po pajtohemi këtë që kemi pas zgjatje të afatit. Senca është pagesa që është dashje 14 milionë 700.000 Në tonë kundërshtimi që Apo ka 53 qire mijë. së shtjetë. për çfarë arsye ka më kundërshtim. Po do po flasim na këto si është shtyp punimet, çka është shtyp punimet, çka i ka para Po për. gjykon kanë kërcën për Jo, kundërshtimi jam bazohet te ju e personi pastaj. Senca është 53 milion pa është realizu pagesë. A është do të realizohet apo jo? Kaq. Na të pranojnë të shpitalit që Edhe një herë. Edhe një hakim në cilin Okej. A rritë me shënu pyqe? A ka mund të përfunduar autostrada deri në vitin 2018? Me qatë ritëm punimeve? Prej herës parë na po flasim që ka qenë e nevojshme shtyrja e afatit për fundimit punimeve. Ka qenë e nevojshme shtyrja e afatit për përfundimin e punimeve prej vitit 2016 që kanë filluar dhe diskutimet.
ata që mi